Dëgjo me kujdes. Arkham sapo ka listuar 5 wallet aktive në Shqipëri. Dhe çmimi i Bitcoinit sot është $109.000. Pra, imagjino sa vlen çdo klik që këta kanë bërë. Numri 5. Një artist që thot s'ka buk për të ngrënë, por walleti i tij ka më shumë bitcoina se gjithë Kamza bashk. 12.3 BTC, mbi $1.3 milion. Numri 4. Një njeri i pushtetit që flet për qytetin, por dashurinë e vërtet e ka për blockchainin. 8.7 BTC, afro $1 milion. Numri 3. Një veteran i politikës që flet për vlera, por vlerën e gjen vetëm në wallet. 27.1 BTC, gati $3 milion. Numri 2. Një menaxher projektesh publike, por projekti më fitimprurës është vetë ai. 15.6 BTC, rreth $1.7 milion. Dhe numri 1, një udhëheqës që thot punoj për popullin, por blockchaini tregon diçka tjetër. 92.4 BTC, më shumë se $10 milion. Ndërkohë, qytetari i zakonshëm punon 30 ditë për €1.000. Ata fitojnë në një natë, pa punuar, pa shpjeguar, pa frikë. Kjo nuk është teori. Kjo është blockchain. Dhe blockchaini nuk gënjen.